Dhe një master plan, ato e një mrekulli natyrore, nuk ka më të bukura në Europë. Janë bjeshkt e bekuara që janë quajtur Himalajat e Europës, dhe jo Alpet e Zvicrës. Nuk janë të larta ato sa Alpet e Zvicrës, apo Alpet e Italisë, apo Francës, jo. Po kanë ca specifika, të cilat i kanë quajtur Himalajat e Europës. Një qindar dhe del tani, ja u prish shtëpit, sepse patronazhistët kanë urrëtie ndaj tyre. Krim, ky është shteti dufeve, i hakmarrjeve, i inatit. Ata banorë kanë ndërtuar një rrugë 7-10 kilometra, ashtu që se ka ndërtuar, po e ka ndërtuar. Asnjë qindar nga shteti. Unazën e Alpeve. Asnjë qindar. Zero investim. Tani ky u shkon u thot, asnjë plan, asnjë projekt, asnjë gjë urbane. Ky shkon me urrëtie të këtij apo të atij dhe prishja këtij, prishja atij. Ky është krim ajo. Unë nuk them që s'duhet të kenë plan. Kanë patur ato, historikisht ato e ndërtuar mbi një plan të caktuar. Historikisht. Kjo është e vërtetë e atyre. Ato kanë qenë tërësi pronë komunare, përveç se 2-3 prej tyre private, por ndërtimet kanë qenë të përqendruara. Po këto s'ka bërë ky 10-12 vjet armiqësi ndaj veriut. Armiqësi absolute. Ne lam 2 projekte për 2 komuna, drejtim të Alpeve dhe pastaj për zonën Kuks-Peshkopi. Ky i hoqi me njëherë. Ky i anulloi. Pra, ky është vendi ku shpërthejnë inatët, shpërthen hakmarrja, qoftë nga shteti, qoftë nga qytetarë, me radhë me fjalë, e ka shkatruar fare, e ka shkatruar në kuptimin e vërtet fjalës. Po këto që po bën ky tani dhe që janë zhvilluar që të gjitha para syve të tij, keni pa ndonjë përgjegjësi ju kund? Këto hapësira, këto të gjitha janë vepra e tyre. Por vepra e narkoshtetit, sepse ligji nuk ekziston, ekziston xhepi. Ekziston xhepi. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur që në parlament të bëjmë çdo përpjekje për të paraqitur alternativën tonë dhe për të denoncuar këto akte antikushtetuese, antiligjore të këtij pushteti. Dhe duhet t'i them dhe atij Peleshit, mos e shty më mocionin ndaj teje, se do ta kesh një lloj siç pati Erioni protestën, ti do kesh mocionin. Zgjidhe mirë. Opozita nuk tërhiqet në drejtat e veta kushtetuese. Ja, absolutisht. Të harroj kush. Edhe Erioni u përpoq me të gjitha mënyrat ta shkurajonte protestën. Jo, kot. Tani i them Peleshit, o respekto të drejtat kushtetuese të opozicës, ose do t'jesh Erioni bis. Po më keq biles. Sa ai nuk rrinte, ai ambathte, nuk rrinte në bashki kur rrethohej. Kurse ti s'ke ku shkon. Ti do jesh aty. Do të kërkojmë llogari gjermi. Pra ai bëhe mocionin, nxirr mësime, se ti votat i ke, ne vocionin e kemi për të mbrojtur ligjin dhe kushtetutën, s'kemi votat për të larguar sigurisht, por nxirr mësime, për ndryshe ti do kesh çdo ditë çdo javë një mocion gjersa të zbatosh rregulloren e parlamentit dhe kushtetutën.
Gjersa të zbatosh vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjersa të dorëzosh Olta Xhashkën në gjykatë kushtetuese. Ajo është krim në vazhdim. Olta Xhashka është krim në vazhdim në parlament. Por këta s'kanë pushtetut. Edhe mocioni ndaj atij vasalit të Ramës, edhe ai impeachment. Edhe ai duhet ta bëjmë. Ajo është një figurë kukull, ajo bëhet vetëm për postin e presidentit, se është një kukull, se për një kukull s'ja vetë marrish asnjë lloj veprimi, por ne marrim respekt të institucionit të presidentit, që duhet të jetë institucion, që të mbrojë kushtetutën, që të kryejë funksionet. Se në një ditë futet në Dovolinë, thot më tha stafi, ditën tjetër thot në emër të shtetit. Shtetit je mor. Ti je një vasal që turpon çdo njeri jam këto apo jo. Çdo qytetar të këtij vendi. Se më tha stafi thot, prandaj e firmosa dekretin. Ndaj dhe edhe ai do jetë pa diskutim në rendin e ditës, sikundër interpelanca me kryeun e narkoshtetit dhe me qeveritarët. Së fundi, dy gjëra. Ne shkojmë në zgjedhje lokale.